shkuar, jo për faktin se në Shqipëri ekzistojnë grupacione të cilat kanë pikpamje të kundërta apo sekte të ndryshme të cilat kanë problematika të acaruar me njëra tjetrën, por për shkak të një hapësire ose të një hendeku që hethellohet gjithnjë më tepër mes kupolës drejtuese të komunitetit musliman dhe besimtarëve praktikantë të thjeshtë në xhamia. Masa e madhe e praktikantëve, pra muslimanëve praktikantë, muslimanëve që frekuentojnë xhamiat apo që besojnë në tërësi përballë komunitetit musliman, këto dy grupe domethënë kanë një hapësirë e cila nuk po gjen dot pikat e kontaktit. Pra ka një shkëputje mes kjo hapësirë. Pra ka një shkëputje Landi. Fredi për shkak të problematikave të aferave korruptive, të cilat shpërthejnë her pas here nga drejtues të lartë të komunitetit musliman, aq më i pakët do të jetë ndikimi i kupolës tek besimtarët e thjeshtë dhe pastaj do të kemi probleme konkrete. Kjo është e para. Rasti i dytë, Fredi, për sa i përket lidhjes hoxhallarëve shqiptar. Desha të theksoj se unë kam patur dieni përmes emaileve mbi këtë organizëm të ri, është një OJQ e cila është në proces regjistrimi në gjykatë, ashtu si kundër është edhe komuniteti musliman shqiptar një OJQ e regjistruar në gjykatën e Tiranës. Së dyti, Jo, Landi. Ke kundërshtime nga të gjithë paneli. Do ta shpjegoj edhe këtë. Nuk ka asnjë OJQ në Shqipëri përveç ka të komunitetet tradicionale që kanë marrëveshje me shtetin. Si? Nuk është ashtu. Komunitetet fetare nuk kanë standardin e OJQ-ve të tjera, qofshin këto edhe fetare. Statusi ligjor i tyre është në regjistrim në gjykatën e Tiranës. Nuk është ashtu, pra jo, je mbrapa me informacion. Jo, nuk jam fare mbrapa, por di që janë ndëshkuar marrëveshje mirë me shtetin, këto tre komunitete apo katër sa janë, po nuk është ky problemi. Dua të t'i përgjigjem në një farë mënyrë zotit Bokshi, i cili tha që ata janë të jashtëligjshëm, kundër ligjit, kundër fesë kështu me radhë. Por këtu në fakt janë pro apo kundër ligjit? Por mua janë në rregull me ligjin për sa ku janë proces regjistrimi. Regjia ju lutem, shteti nuk ka refuzuar regjistrimin. Po, vazhdo. E para. E dyta peza. Dua të theksoj se në 18 ditë funksionim komuniteti musliman shqiptar ka ofruar shumë bëshllëqe për sa i përket drejtimit shpirtëror, ekonomik dhe të anëve të tjera të besimtarëve. Për këtë arsye ka patur dhe iniciativa jo vetëm të lidhjes së hoxhallarëve shqiptar, por me sa ka mundë edhe organizata të tjera më të vogla të kësaj natyre të cilat ofrojnë përmbushjen atë bëshllëk shpirtëror që e lë mangut komuniteti i zhytur në këto afera korruptive. Që nuk i them unë, i kanë thënë të tjerët me radhë. Doni t'ju them shkurtimisht. Shpejt. I pari ka qenë zoti Ali Hoxha, ish kryetari i Këshillit të Përgjithshëm, që akuzoi kryetarin aktual të Komunitetit Musliman Shqiptar, zotin Muça, për falsifikim. Për falsifikim. Unë do sjell këtu një provë. Këtu është Kjo është Landi pastaj. Okej, Regjia. Po, më dëgjon? Landi. Regjia ktheu në studion qendrore. Edhe një Zili. Po. Provat me që qengan shumë do të jap një kohë të dytë për t'i thënë. Në rregull. Shkurtimisht gjinishi për këtë që pretendon Zili në lidhje me ligjshmërinë ose jo të kësaj organizate së re që është krijuar. E para një herë që ne po merrem me çështje dytësore dhe me çështje primare. Kush është primarja? Çështja primare, me sa kuptova, ishte incidenti dhe problemet që janë brenda komunitetit musliman. Pikërisht incidentet dhe problematike që ka provokuar ky incident. Okej. Ne mund ta zgjidhim incidentin këtu. Ne do hapim edhe një çështje tjetër. Ne s'mund të kemi një konflikt tjetër. Ne nuk mund kur thotë ide një konflikt tjetër. Okej. Ai është sebebi për që ne ta hapim diskutim, por nuk do zgjidhim sot në problemet që ka komuniteti njëri me tjetrin tash aty. Çfarë do të flasit tash? Përgjigjem pyetjes unë apo do të përgjigju pyetjes? Lutem. Edhe një herë pyetje ti bëj unë. Përgjigju pyetjes. Atëherë, është shumë e domosdoshme që çështjet të njihen para sa diskutohen. Që do të thotë, është e ligjshme socialishme. Shumë shkurt. Është e ligjshme socialishme kjo organizatë që është krijuar. Një minutë. Çdo kush mund të krijojë mbas të Kushtetutës së Shqipërisë organizata konform rregullave të caktuara, nuk ka asnjë problem. Të sqaruar. Dhe është gjykata ajo e cila vendos mbi programin e këtyre. Nëse ka interferenca, kompetencash, domethënë dhe ndërhyrje, atëherë përsëri është gjykata ose institucioni tjetër i cili bën ankesën. Dhe kjo s'ka lidhje me këtë histori domethënë. Nuk është pjesë e debatit, paktën për sot. Sepse dua të shër një minutë zoti Kuqe. Në qoftë se jemi mbledhur për diskutuar marrëveshjen me shtetin ikim. Jo. Sot jemi në marrëveshjen mes shtetit dhe basisë fetare në fjalë, është qartësuar shumë qartë që muslimanët e Shqipërisë i përfaqëson basia fetare në fjalë. Okej, pra, nëse do të krijohet. Dakor. Po s'ka lidhje, ato s'kan marrë përsipër këtë pjesë. Atë unë me sa dëgjova, unë nuk e di fare, nuk kam dieni për këtë organizatë, po dëgjova zotin Zili. Unë po marr përsipër një gjë që s'e njoh. Okej, dakor. Regjia, na kthe regjia këtu. Mundi marr përsipër. Okej. Të lutem një minutë, vetëm një minutë. Sipas jush,
pse ka ndodhur ajo përplasje këtë javë? Shumë shkurt pa u futur në detaje. Po. Dhe pa u bërë palë, sepse gjithë historia është mos bëhesh palë. Ka një përplasje midis ekzekutivit dhe legjislativit. Do me thënë, Kryesia e Komunitetit Musliman, e cila është pjesë e ekzekutivit, ka pasur një problem të brendshëm. Për këtë arsye, zoti Zili nuk ka çështje rrymash dhe çështje grupesh, sepse është forum. Një minutë. Është forum, po pra, është hera e parë që ndrohet brenda forumeve. Domethënë nuk mund të flasësh për kompetenca, për grupe, për gjëra, është brenda forumit. Dhe duket se kryetari i Komunitetit Musliman e ka ndjerë këtë problem dhe ka futur edhe kryesinë e Këshillit të Përgjithshëm sepse është e tillë, se është forum i lartë. Okej. Janë marrë vesh që të vazhdojmë bashkë dhe në një moment caktuar është shkëputur. Janë shkëputur 3-4 persona. Ndërkohë që është vazhduar me analizimin e çështjeve të tjera, në këtë moment, se duhet një njerëzit me problemin që është. Në këtë moment ka ndodhur shoqërimi i 2 personaliteteve shumë të larta të Komunitetit Musliman Polici të shtetit. Një minutë. Dhe kjo i ka hedhur benzinë zjarrit. Me ftun me telefon. Shoqërimi është koncept tjetër në ligjin gjitha, mos të Jo, në ana juridike se mos përzim policinë në për këto shoqëruar. Ka shoqëruar policia me forcë? Një minutë tani, prit një minutë. Mos si bën gjëra kështu që po përzim shtetin kështu me palet. Okej, po unë tërhiqem nëse kisha lapsus. Por çfarë do lloj gjëje që të ketë, nuk mund të ndërhyj policia shtetit hajde tek mua duke ditë që këto janë duke bërë punën e vet shtëpit. Kur thot policia shtetit hajde duhet pyesi për diçka që të paktën të ketë një farë dyshimi që po kryen një aktivitet palikshëm. Po pse e në zyrën, të lutem. Çdi policia shtetit. Po sepse ka problem. Jo, paktën pyetjet që janë drejtuar atij. Mos ta fusim diskutimin në këto. Do futen. Nuk është pjesë e diskutimit, por është pjesë e sqarimit të gjendjes. Tani, gjatë këtij momenti, pasi ka ndodhur shoqërimi këtyre dy njerëzve, kryetari i Këshillit të Përgjithshëm është çështje skandaloze. Dhe ku është pytur për marrëdhëniet personale me kreun e Komunitetit Musliman, atëherë është marrë vendimi për pezullimin e kryetarit të Komunitetit Musliman Shqiptar. Tani çfarë ka ndodhur nga krau tjetër? Po tregoj vetëm gjendjen zotëri. Jo duke u bërë palë edhe një herë tjetër, as duke gjykuar. Çfarë ka ndodhur? Është shumë e rëndësishme të marrim vesh çka ka ndodhur. Nga ana tjetër, mblidhet një pjesë e mbetur e kryesisë së Komunitetit Musliman, 3 plus kryetari i Komunitetit Musliman 4, të cilët fillojnë marrin të njëjtë vendime për sekretarin e përgjithshëm, për kryetarin Çrnsika. Domethënë nuk jemi këtu të merremi me emra dhe me poste. Jemi këtu për të analizuar çka ka ndodhur. Po. Dhe çfarë ka ndodhur tani? Kryesia e Komunitetit Musliman ka kërkuar vetë ndihmë, ndërkohë që i ka qenë jashtë loje mas disa ditësh. Dhe ka ndërhyrë me këto anë të tjera policiere sër policia. Kjo ka irrituar gjendjen. Nga ana tjetër, këta kanë marrur vendime për të shkuar drejt mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, sepse këto janë forum. Këto nuk mund të rrinë as në rrugë, as në kafe, as gjë. Këto kanë pas zyrën e tyre, janë mbledhur, janë diskutuar dhe këto janë çështjet. Nga ana tjetër, duke qenë se ka ngelur e pakënaqur pjesa tjetër e kryesisë, është vetëm çështje forumesh, kryetari bashkë me 3 vet ka mbledhur kryesinë dhe ka marrë vendime. Ka një lapsus shumë të madh, një defekt shumë të madh. Kush është gjykimi mbi veprimet e këtyre 2 forumeve? Është vetëm statuti i Komunitetit Musliman Shqiptar. Dhe statuti e ka qartë përcaktuar. Kryesia e Komunitetit Musliman Shqiptar mblidhet vetëm në prezencën e 2/3 të anëtarëve të saj, duke pasur parasysh këtë. Meqense se Kryesia e Komunitetit Musliman nuk ka pasur 2/3 e anëtarëve të saj, të gjitha vendimet e marra janë jashtë loje. Në 2 palët e vendime. Jo, Kryesia e Komunitetit Musliman. Ajo është totalisht. Okej, ma jep statutin, lutem. Ku e thot? Pika? Okej. Kryesia e Komunitetit Musliman është organ ekzekutiv kolegjial dhe vendimet e merr me shumicë votë 50+1% të pjesëmarrësve në mbledhje. Mbledhja e kryesisë zhvillohet detyrimisht me pjesëmarrjen e mbi 2/3 të anëtarëve të saj. Pra, duke marrë pjesë në mbledhje 4 nga 9 veta, të gjithë vendimet janë ilegjitime. Kaq. Nga ana tjetër, të lutem Fredi, sepse nuk bëhet fjalë tu u shkarkua kryetari apo u shkarkua sekretari. Nga ana tjetër, kryetari i Këshillit Përgjithshëm dhe sekretari i Përgjithshëm i Komunitetit Musliman janë njerëz të emëruar nga Këshilli i Përgjithshëm. Mund të pezullohen nga kryesia. Absolutisht mund të pezullohen. Çrnsika është e drejtë apo është e padrejtë? Pezullohen nga kryesia, por nuk mund të grabiten, nuk mund goditen në zyrat e tyre, nuk mund të hapen kasafortat, nuk mund të pengohen, sepse ka ndodhur dhe më parë që titullarët e Komunitetit Musliman Shqiptar, me të drejtë apo me pa drejtë, nuk ka rëndësi fare,
janë pezulluar nga funksionet e tyre, por kanë ngushtruar detyrën jo në mënyrë aktive, duke marrë pjesë në ekzekutimin e gjërave, por kanë netur në zyrë. Derisa ka kaluar çështja në organin më të lartë që është Këshilli i Përgjithshëm i Kombëtarëve. Tani çfarë ka ndodhur? Është shkelur kjo pjesë. Këta zotëri kanë pretendimet e tyre. Është çështje formale. Edhe pala tjetër ka pretendime. Natyrisht edhe pala tjetër ka. Si duhet zgjidhet problemi? Problemi, bravo. Problemi zgjidhet vetëm në Këshill Përgjithshëm. Në Kongres Partisë. Problemi zgjidhet vetëm në Këshill Përgjithshëm. Sepse ka pas disa, domethënë gjeste shumë këqija. Nuk mund të hapen kasaforët, se kasaforat nuk janë personale ta skujt me emër. Kasafortat, zyrat, dokumentat janë të institucionit. Dhe një njeri që ka në përgjegjësinë e tij dokumentacioni, ka përgjegjësi ligjore për dokumentacion. Se nuk është dokumentacion i thjeshtë, është vetëm zyrë që ka dokumentacionin e veçantë komunitetit musliman shqiptar. Nuk është dokumentacion personale. Aty mund të ketë dokumenta sekrete. Çfarë rëndësi ka? Aty janë dokumentat më të rëndësishme. Si hapet? Pse duhet hapet? Pse duhet ndalohen këto njerëz? Çfarë ka ndodhur? Ç'është kjo historia e grupeve gjëra? Domethënë, historia do mbaroj një minutë. Don historia kemi një përplasje dy forumesh. Dhe historia që shikoshe sekretarit përgjithshëm. Ka hikur këtu dhe ka hikur atje, nuk i shërben zgjidhjes çështjes, kupton? Jam unë i zgjedhur, jam unë i zgjedhur, unë shkarkoj ty ti shkarkon mua, nuk i shërben fare kësaj historie. Ilir, një fjalë se zoti Shala. Krahas shkeljeve statutare pra për mos prezencën e antarëve të kryesisë Komitetit Musliman të Shqipërisë, për ato vendimarrje që në fakt nuk janë vendimarrje, por janë propozime të cilat miratohen tek Këshilli i Përgjithshëm, kemi të bëjmë krahas uzurpimit, thyrjes së zyreve me prodhimin e një vule false, me cilën Selim Muça firmos vendimet, pra emrimet dhe shkarkimet e tij. Pra përsëri bën shkelje statutare. Nuk është e drejtë se Selim Muça që të emëroj apo të shkarkoj. Propozon por edhe as të drejtën e propozimit nuk e ka, sepse nuk e ka numrin e duhur të antarëve të kryesisë. Zoti Shala, po diskutonin për çështjen e sigurisë kombëtare. A është e rrezikuar, çfarë e rrezikon, si e rrezikon? Shko edhe folësit e tjera përmendën. Zoti Shala ka botuar 3 libra në lidhje me çështjen e sigurisë kombëtare dhe të fesë. Qo për Shqipërinë, qo për Kosovën, qo për Ballkanin. Edhe para folësit e përmendën që duke qenë se komuniteti musliman përbën rreth 7% në Shqipëri, duke qenë vetë specifikat që ka Shqipëria, që ka, domethënë, nuk është një komb i lidhur me një fe, po është një komb i lidhur me 3 fe. Pra edhe kjo ka qenë një nga arsyet që çdo fe ka peshën e barabartë në raport me shtetin, pra si muslimanët, si katolikët, si ortodoksët, kanë të njëjtën peshë, pavarësisht se muslimanët janë 70% dhe të tri këto luajnë të njëjtin rol në çështjet e sigurisë kombëtare, siç luajnë edhe ortodoksët edhe muslimanët tjerë. Fakti që ne shqetësohemi është një diçka shumë e mirë, unë e gjykoj sepse është pikërisht kjo që ne duhet të shqetësohemi gjithë jo vetëm për komunitetin musliman, por për të gjitha komunitetet, edhe intelektualet, edhe bashkësitë fetare. Konkretisht këtë çështje konkrete unë desha mund vjen mirë që këtë herë është brenda për brenda, domethënë nuk është çështje shkollash, këtu nuk ka çështje shkollash, këtë radhë. Këtë radhë nuk ka çështje shkollash, në statutin dhe në akt marrëveshjen midis komunitetit musliman është përcaktuar që është shkolla juridike Hanefi, është kategorike, nuk ka të bëjë as me rrymat e tjera ekstremiste e tjerë, është tradicionalja, pra kjo është këtu për mua ky problem brenda komunitetit musliman është luftë për pushtet. Unë ja vej pikën siç e mendoj unë, këta do t'i zgjidhin vetë, edhe kjo është brenda logjikës, por unë mendimi është brenda logjikës njerëzore, por jo brenda logjikës shqiptare, logjikës fetare. Shqiptare e gjitha, shiko, brenda logjikës shqiptare është. Po ta shihni, këta vjekeq po kopjojnë partitë politike, domethënë në ato mishmashet e tyre. Dhe mendimi im është që këta duhet japin mesazhe të tjera, janë njerëz të Zotit, janë njerëz të paqë, nuk janë si politikanët. Politikanët shajnë, bëjnë gjitha, këta nuk duhet binë nuk duhet kopjojnë politikanët, nuk duhet binë ngratën e politikanëve. Këta nuk duhet i dinim këtë që thotë profesori, këta duhet brenda atyre duhet i drejtoheshin prokurisë menjëherë. Çfarë akuzash ka Ilirit? Unë kam respekt edhe për Ilirin, kam shumë respekt edhe për Selimin, kam edhe për gjithë të pranishmit që janë angazhuar, i njoh të gjithë dhe them që ky problem duhet të zgjidhet në rrugë ligjore. Këta kanë thirrë kongresin e tyre, le ta zgjidhin atje, nuk kemi për mendimin tim nëse ne do hyjmë të thellohemi në këto çështje vetëm se do kalojmë nga një anë apo nga një anë tjetër.
duke dalë diçka tek profesor Ermali për raportin e fesë me shtetin.